Në varrezat e vogla të Chao Ni, mes pemëve të frutave në deltën e lumit të Kuq në Vietnam, mbi 4.000 familje fshatarësh janë detyruar të zhvarrosin eshtrat e të parëve të tyre, para se buldozerët të rrafshojnë arat, shtëpitë dhe varret. Në vend të tyre mbi 900 hektar tokë të shproncuar për pak dollar, do të ngrihen 3 fusha golfi, vila dhe hotele luksoze në emër të Donald Trump. Projekti i resortit me vlerë 1.5 miliard dollar është copëza e fundit e diplomacisë së tullave të Donald Trump. Ndërsa qeveritë negociojnë me shtëpinë e bardhë, perandoria imobiliare e familjes së presidentit shtrihet në territoret e tyre, nga arat e orizit të Vietnamit te plazhet e Shqipërisë, nga kulla në Tbilisi, te resortet e monarkive të gjirit arabik. Zgjerimi imobiliar i familjes Trump ndjek me saktësi të habitshme hartën e politikës së jashtme amerikane. Deri tani nuk ka asnjë provë për një shkëmbim të drejtë për drejtë mes vendimeve të shtëpisë së bardhë dhe lejeve imobiliare, por lidhja është e qartë. Qeveritë dhe sipërmarrësit vendas sigurojnë tokën, lejet dhe kapitalin, ndërsa familja presidenciale vë vulën Trump dhe arkëton të ardhura nga licencat. Si funksionon skema? Modeli duket shumë qartë në Vietnam. Trump Organization nuk financon projektin dhe as nuk merret me kompensimet. Partneri vietnamez ka paguar $5 milion për të përdorur markën dhe do të administrojë vetë klubin e golfit. Ajo që ngjall dyshime është koha. Hanoi i dha miratimit përfunditar më 16 maj 2025, pikërisht kur po negocionte me Washingtonin për të shmangur tarifat e kërcënuara nga Trump, 3 ditë përpara raundit të dytë të bisedimeve tregtare. Ceremonia e nisjes së punimeve me Eric Trump dhe kryeministrin vietnamez Pham Minh Chinh u zhvillua në mes të atyre bisedimeve. I njëjti mekanizëm përsëritet edhe në 12 raste të tjera. Trump Organization investon në rrallë parat e veta. Ajo jep të drejtën e përdorimit të markës, ndonjëherë menaxhon hotelin ose fushën e golfit dhe merr një komision së bashku me të drejta autorësh. Në Dubai markës i është dhënë një licencë kompanisë saudite Dark Global, e cila do të ndërtojë një Trump Tower, e njoftuar 2 javë përpara se Trump të pritej në Emiratet nga presidenti Mohammed bin Zayed. E njëjta kompani po zhvillon në Oman një kompleks prej $4 miliard me hotel, vila dhe fushë golfi. Donald Trump u ka besuar drejtimin e perandorisë djemve të tij, por nuk ja ka shitur aksionet e veta. Pasuritë mbeten në një fondacion, përfituesi të cilit është ai, dhe të ardhurat nga presidenca vazhdojnë t'i takojnë atij. Gjatë vitit 2025, projektet imobiliare jashtë vendit kanë sjellë rreth $59 milion vetëm nga licencat, gati 2 herë më shumë se një vit më parë. Në këto vende, kufiri midis sektorit privat dhe pushtetit publik shpesh nuk dallohet fare. Në Katar, Trump International Golf Club dhe disa vila bëjnë pjesë në zhvillimin e Sima Isma, të realizuar nga Qatar Idiar, një kompani shtetërore. Marrëveshja u nënshkrua 2 javë përpara se Trump të mbërrinte në Doha dhe të takohej me emirin Tamim bin Hamad Al Thani, pak para udhëtimit presidencial në Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet, gjatë të cilit ai negocioi investime, furnizime ushtarake dhe energji. Doha është shtëpia e një prej bazave kryesore amerikane në lindjen e mesme dhe ndërmjetëse në bisedimet me Iranin dhe për Gazën. Marka e presidentit hyn në projekt, të kontrolluar nga një shtet, siguria të cilit varet nga shtëpia e bardhë. Në Arabinë Saudite marrëdhënia është më e thellë. Dark Global dhe Trump Organization kanë njoftuar zhvillime të reja me vlerë $10 miliard në Riyadh dhe Jeddah, më pak se 2 muaj pas vizitës së princit të kurorës Mohammed bin Salman në shtëpinë e bardhë. Në Diriyah do të ngrihet Trump National Golf Course dhe një Trump International Hotel. Në Jeddah, Trump Plaza dhe një Trump Tower. Bizneset ecin krap për krap me forcimin e aleancës mes Trump dhe princit trashëgimtar, nga samiti i Riyadhit te nënshkrimi në Washington i marrëveshjes strategjike të mbrojtjes, e deri te bashkëpunimi ushtarak dhe menaxhimi i krizës iraniane. Dark Global është motori kryesor i zgjerimit, Dubai, Oman, Katar, Arabia Saudite dhe tani edhe në Maldive, ku po projekton një Trump International Hotel me vila buz bregut të detit. Ai synon të mbledh deri në 70% të kapitalit përmes tokenëve digital, të cilët do t'u ofrohen edhe investitorëve të vegjël amerikan. Projekti u njoftua një ditë përpara takimit në shtëpinë e bardhë mes Trump dhe Mohammed bin Salman. Në Ballkan, përtej Trump Organization, vepron një perandori e dytë, ajo e dhëndrit të Trump, Jared Kushner. Në Shqipëri, Affinity Partners, i cili po promovon resorte në ishullin e Sazanit, ish bazë ushtarake dhe në bregdetin e Zvërnecit, pranë lagunës së mbrojtur të Nartës. Qeveria e Edi Ramës i ka dhënë projektit statusin investim strategjik. Mira njerëz kanë nisur revolucionin e flamingove duke denoncuar rrezikun për ligatinat dhe kafshët e mbrojtura. Për qeverinë shqiptare, projekti është një shenjë aksesi të privilegjuar të Shteteve të Bashkuara. Për opozitën, kjo është një dëshmi e një shteti të gatshëm t'i bëjë qefin një investitori të lidhur me shtëpinë e bardhë. Njëjta skemë ishte shfaqur edhe në Serbi, ku Affinity Partners kishte marrë një kontratë 99 vjeçare për të shndërruar ish-selinë e ushtrisë jugoslave të bombarduar nga NATO në vitin 1999 në hotel, apartamente dhe zyra, përfshirë edhe një hotel me markën Trump.
Megjithatë, pas muajsh protestash dhe një hetimin për dokumente të falsifikuara për të hequr mbrojtjen e këtij vendi, të mbrojtur si trashëgimi kulturore, Kushner ka braktisur projektin. Në Kaukaz, në Gjeorgji, projekti është drejt për drejt nga Trump Organization, me 70 katet e tij Trump Tower Tbilisi. Pritet të bëhet ndërtesa më e lartë e kryeqytetit, në një sipërfaqe që i përkiste fondit Kartu, të lidhur me Bidzina Ivanishvili, i cili është ende nën sanksionet amerikane për rolin e tij në largimin e Gjeorgjisë nga perëndimi dhe afrimin me Moskën. Për elitën drejtuese gjeorgjane, kulla vlen si një certifikat amerikane, ndërkohë që marrëdhëniet me Washingtonin mbeten të vendosura. Mekanizmi është përsëritur edhe në Indonezi në një resort pranë Jakartës, që ka marrë statusin e zonës ekonomike speciale. Fushat e golfit, hoteli dhe rezidencat menaxhohen nga Trump Organization, megjithëse Ministria e Mjedisit ka ndaluar punimet për shkak të problemeve me ujin. India është tashmë tregu më i madh i huaj për markën Trump, me 9 projekte në Bombay, Pune, Gurugram dhe Kalkuta, të cilave i është shtuar edhe Trump World Center, kompleksi i parë tregtar i grupit në vend, pikërisht në kohë kur Washingtoni po negocion me Modin për taksa, tregti dhe energji. Në Rumani është njoftuar ndërtimi i një Trump Tower në Bukuresht dhe një fushe golfi në Transilvani, pas përplasjes mes Washingtonit dhe Bashkimit Evropian për anulimin e zgjedhjeve presidenciale rumune. Në Izrael, Trump Organization ka zhvilluar së fundmi bisedime paraprake për të menaxhuar dhe për t'i dhënë emrin hotelit Sarona në Tel Aviv, një ndërtesë 47 katëshe me rreth 800 dhoma, ndërsa në shtëpinë e bardhë po shpeshtohen takimet mes Trump dhe Netanyahut, drejtuesi njërit nga vendeve më të varura nga vendimet e tij ushtarake dhe diplomatike. Të marra veç e veç, këto projekte mund të duken si marrëveshje të zakonshme tregtare të nënshkruara nga BIT dhe një sipërmarrës që u bë president, por të vështruara në tërësi ato vizatojnë një rrjet imobiliar që zgjerohet pikërisht në vendet që i nënshtrohen vendimeve amerikane për taksat, armët, sanksionet dhe mbrojtjen ushtarake. Partnerët vendas ofrojnë tokën, kapitalin dhe lejet. Familja Trump vë markën, ua kalon rreziqet të tjerëve dhe e shndërron afërsinë me shtëpinë e bardhë në të ardhura nga licencat.